يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والإيجاد الحمد لله رب العالمين والروح والريحان والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Lavdi qoftë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, I cili me merit adhurohet, dhe vetëm për te thuhet elhamdulillah, për asken tjetër. Salavatet ja qejmë selam të dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, I cili e ka eduku këtë ymmet, edhe të tjerët, jo vetëm muslimant, që të jenë fisnik, bujar, e të mos harxojnë pa nevojë. Derisa në ymmetin Muhammed alayhi salatu wassalam, pra tek ne, edhe me marr abdes në lum, nuk ban me shpenzue ujë shumë. Edhe në lum me marr abdes, nuk ban me harxhue ujë pa nevojë. Prandaj vëllezër musliman, kohëve të fundit shihen shumë vende krizat ekonomike, e që pak për to dhe të folim sot, inshallahu ta'ala. Ato ka s'po je bol, ashi nuk ka bol mjaft, apo ku është problemi? Pse bota ankohet? A ka arsye me u anku, apo duhet Allahun me e lavdru? Me thonë elhamdulillah. Në këtë drejtim, ka dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala, që përmes Muhammedit alayhi salatu wassalam, pra në Kur'anin famlart, Allahu na ka tregu shpenzimin sa duhet me ba, sa duhet me kursy. E insha Allahu ta'ala, në bazë të kësaj që ka pëthëm, do të mbështetemi në argumente edhe të Kur'anit, edhe të hadithit, fjalës pejgamberit, por mas pari do të shohim disa shifra të cilat janë në përbot, e unë i nxjerr zakonisht në për tribuna të mëdha që manë bota. Këto shifra edhe mu më kanë pëlqyer me siguri, edhe juve do t'ju pëlqejnë. Në një statistik të majtun para 5-6 ditëve në Ministrin e Ushqimit dhe të Bujqësisë në Turqi, ka qenë fjala e Tayyip Erdoganit, Allah i e forcoft, ku thot: kjo gjendje që është sot për neve zban të vazhdoj. Shpenzim i tepruar. Kjo gjendje zban të vazhdoj. Wa huwa laysa insaf, nuk është drejtësi, as nuk është zhvillim, as nuk është kënaqësi e lumturi. Thot me këtë shpenzim të tepruar, që i përmend me shifra, do t'i ndëgjoni të gjithë, këto që ka po ndodhë në mesin ton, thot është, nuk po ngopemi, po duam të hapë shumë, po duam të zaptojmë shumë, por na, flet në Turqiaj, e kjo vlen për të gjithë si musliman, por ne, alejna an nakun sha'ban yazdadu ghinan kullama waffarat fil masarif.
na duhet me kenë një popull, me shtu e pasurin, le t'jen qëfar t'jen hargjimet, sa më shumë të shtojmë pasurin, aq më shumë të jami reduktus, jo pse shtohet pasunia, të shtohet edhe shpenzimi. Në Turkije, 1500 ton buk mrenda 24 orëve damtohen. Turkia është mbi 80 miliard, mos harroni. Në Turqie, 1500 ton, jo 1500 kilogram, ton, një ton ka 1000 kilogram. Gjuhën, hidhen, shkatrohet, në muj, 550 ton, në muj. Vlera e kësaj bukës, që keq përdorët, hidhet, hudhet në bërlog, për një vit, kap vlerën e 100.000 rogave të punëtorëve. Ose ndërtimi i 500 shkollave në vit. E ju mund t'i llogaritni pak, unë i shtina në kompjuter pak i këqyra, 1500 ton. Ka 30 cent me qenë. Llogaritni edhe ju të shtëpia dhe këtë ligjëratën ndëgjoni, edhe futeni pak vetin në matematikë. Që ta kuptoni jetën, jetën e juj, familjare, private. Pse kështu ndodh? Le të bëj kush të bëj, Ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam na nuk duhet ta bëjmë. %40 prej prodhimit të ushqimeve në Amerikë, 40% të prodhimit ushqimor në Amerikë në vit hudhen në bërloge. Juve janë dikuj çudi. Këtu as po ndëgjoni që po jasë gjësojnë kamionat, shleperat me mishe, me barna, me duhana, ato kretjen pare. Vreni këto, në për televizori i këshinin lajme. Në Kanada, 27 miliard dolar në vit, 27 miliard dolar në vit, prej kret gjësendeve që as gjasohen, ju s'ka do në fati, bërlok, hudhen, djegën, futën dhe e kështu më radhë. Si budget i këtyne gjërave, që ky budget 27 miliard, 32 shtetet dëvorthuna, i ngran kam. Bugjeti i Kosovës për si vjetë është 1 miliard e 500 milion. 10 shtete 15 miliard, 20 shtete 30 miliard. Kuptoni që është çka do më thonë miliardi. Si vjetë Kosova ka 1 miliard e 500 e diçka milion bugjetin. Mirë, po sikur që ju thash para 2 javë kur u caktua bugjeti, juve ju kam treguar, qëtu, para juve kam fol. 200 milion veç janë nda për makina të reja. Me konë 2013-ës, edhe mobilja edhe celulara edhe iPhone-a apo iPad-a. Së s'pja u dhije dhe amnin që ka pëdele, që ka s'pëdele. Ama ta kuptojmë, që duhet ju tham juve gjemat, ta kuptojmë jetën. Ta kuptojmë jetën. E pra, dite gjuma, kjo është që ta kuptojmë, se nuk dhe të falim gjumanve që shfalet gjumonja, e mësoni mo, gjumon gjithin i të falë. Që shfalet sabahi ju, a se falin sabahin gjitha? Apo do një t'ju fali sare qati ka sabahi? Se dikuj t'i vjen shtremp pa kër falim. Islami është jeta, nuk o 2 qatë sabahi veç. Jeta jote, shkoj jeta. Qka ke bo për jetën tënde? 50 vjetë alkohol këshit. 60 vjetë seqë dhe zotit si kera. 70 vjetë kurse qate sadak s'këdit me dhanë. Mbaroj jeta jote. Ku jeti? Pra nej, ju djam të ri, prej tash filizat e juj, bima e juj e re,
ju vinë ditët të mëdha ditët, përgjithësi ju vjen, mi kuptua jetën tonë, inshallah ta'ala. Roma, për këto në kom kallëzu për atë 2 mujve 3 ndoshta. 20 ton buk, sepse çka nuk shitet sot, nesër është ndaluar në treg. Çka nuk shitet sot. E buk, çka do të thonë buk? Aty hyn edhe pite, edhe burek, edhe gjevrek, edhe kudin këtë llojet kryesore prej prodhimeve të bukës të miellit, hedhet në bërllok se nesër zban të dele treg. Edhe fukarave zban me u dhon. Në Prizreni numëron diku me afër 50.000 familje. Me afër 50.000 familje. Nëse 50.000 familje kanë shpenzua për natën e vitit ri nga 17 euro, nga 17 euro bombica, fishek zjarri, piroteknike, shpërthime, 17 euro. A mua njeri më tha ju kam të regua dhe për këte, tha unë vjetë, tha i kam ble vitin e kaluar, 1.300 euro. 1.300 euro. Unë po foli për 17 euro. Nëse Prizrenin nga 17 euro, atëherë si vjetë doli në lajme, se në Prizren janë djekë barut zjarit 850.000 euro natën e vitit ri. E sa komuna ka Kosova, e sa fshatra, e Prishtina, thosh ka bëhat natë. Mja bërtë gajle. Kur një natë, ëvun vetëm pisha, bredhi është ndezur me 100.000 euro. 10 shtëpit fukarava. Që kjo jeta jonë, mësë harroni. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikë, 100 persona, 100 mazëngjina që janë, ma pasanik që janë 100 zëngjinat, qereki i fitimit në vit, 25% që qereku i fitimit në vit, për vitin 2012, vitin që kaloi, ka qenë të ata 240 miliard dolar në vit, si pas lajmeve të BBC-s. Këto e lexova vetë. Se çdo gjë me argumentet, shënume me data i kam. Manen ment, 100 pasanik, mranda një vitit, kanë fituar 240 miliard dolar në vit. 240 miliard. Sa ke buxheti i Kosovës? 1 miliard e 500.000. Sa shtete për qëta? Nëse qëta zëngjinat e Amerikës, 100 personat, i japin zeqatin vetëm, apo fitimin një vit, se zeqatit që faret nuk ka të musliman të zeqati, nëse për një vit e japin, e qojnë nga gjumi, qëta 7 personat, apo vërtet 100 personat, i qojnë prej gjumit, 50 shtete ngrihen prej vërfnisë së skamshme, skamjes ekstreme. E këtu është në pyetje, ku qëndron drejtësia? Që kjo është në pyetje, xhamat, manin mend. Ku qëndron drejtësia? Ku është drejtësia? S'ka drejtësi. Nuk ka drejtësi. Në organizatën Oxfam, shoqat humanitare britanike, angleze, drejtori i së cilës është Barbara Stocking, bon apel të populli pasanik, mundohuni jepni botës, e mëse milni botën fukarat, e kthenje vitin 1990 që të stabilizohet bota me gojën e bukës dhe me gotën e ujit. Ola fjalë të mira ka folë ky person. Këto i nxora prej YouTube-ës datës 21/2013. Në Amerikë,
7 më të pasurit të Amerikës, se na jemi mësua gjithë, na shqiptarët këtu jemi mësua ata me shalla, sheikat, jemi mësua sheik. Si ta shohe njerin me një rreth të bardhë në krye, me një gjalabi të bardhë të poshtë, i thot sheik, a i bëha ki cent s'ka në gjep. Mirë po, 100 vjetë qufarët shkijët njeve në kanë bëhen kundër vllaznive, tash një si ta shohim, me një randi thona, aj këshu shka po banë. O që kjo joti shka po banë se? Pse të ka armiqësu me të andin? 7 persona në Amerikë, ma zëngjinët, jenë në gjendje 48 shtete, që kanë përbërje 850 milion banor, 48 shtete, me 850 milion banor, t'ju humb njëherë për gjithmonë fukarallëki vërfnia. Na këthejna në Prizren këtu prapë. Kur vjen të dera dhe lypë, thot hoqë s'kam. Një thes mijëll, dikush më thet në telefon, as një sent se kam në shpi. Se din ata që dikush në ndimon në përkrahën, e na e bëjmë shpërndarje. Këtu duhet të ju pyti juve, na qysh po qëndrojmë, a jemi në regull, as jemi në regull. A jemi të drejt, as jemi të drejt. A kursejmë, as kursejmë. Unë njënit i thashtja, përshe sa ko ka kursimi për duhanin kërë fjalla, e i hoqë një cigare temën në qafë më këmbet, thot. Për një pacet cigare ka të shumë për më luftësh. Jo, nësë për të luftoja, ma një pacet cigare €1 e gjys, 1 milion duhan gji, ato po bajnë 1 milion e gjys në ditë. Por 10 ditë bëjnë 15 milion euro. E për 365 ditë sa bajnë? Bëjnë mbi 500 milion euro. Kush e pi ka një cigare, ka një pacet, ka 2 e ka 3, ai që po më vjen dikush, s'po lavdrohet, po u bo pishmon e kalon. Shqyqyrë, thot, hoqë këmra, me një pacet se 4 i pishëm. Po thot, prap shqyqyrë, po thot, se prej 4-ve ka një. O musliman, kuptone jetën e dinit juj. Veç kuptone ju lutëm. Si ta kuptojmë, jam i numër 1. Si ta kuptojmë? Si mës ta kuptojmë? Qashtu që shtot popli gjithmonë me keqardhje, po thamë, mës të keq kuptoj dikush nëson nga peja, shko eja si Bajram Peja. Qëfar e kona i Bajram Peja nuk e di. Kjo feja jonë o vllaznit e mi. Ti kthehemi Kur'anit tash çka na mëson. Ju me siguri kemi ndije hoxhallarët kur bëjnë dua buke. Keni pas dhe njëherë hoxhallar në përshpia, kur po bëjnë dua buke, audhu billahi bismillah, kulu rabu wa la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Mandaj s'pe spjegon këto. Mandaj po thoti shqyr Zotit që na dha çka më hongër me pi na boni prej. U morën vesh shqyr Zotit. Në fillim çka thaje arab që hoxha feni. Çka thaje në fillim? Kulu washrabu wa la tusrifu. Hani e pini mos shpenzoni thaje në fillim. Prej ajetit kuranor thaje në fillim. Që to spjego. Nëse ju kujtohet juve madhvjetrive këtu të Prizrenit që jeni, madhvjetri, diotrit, kur punoj ke përlonka, edhe Printeksi, edhe Famipa, që punojshin, kanë qenë 3-4 fabrika gjigante, 3-4 loj gjellëna, hishin se cili s'pe pëlqen. E ato i gjujshin në kantinjera. E o konë një shko, i maj ke deret, thit, në Dushanov. Një shko i thot, i zajf të konë, një qafir, e ka pas një moskfiq, unë kur kom le, bon maki, 70 në shta ka pas, një moskfiq të keq, e i barke një kontinjerat për mas, i barke me gjell në kret prej spitalit e prej fabrikave, e i rujke thit. Pse? Se neve s'po na pëlqena ju shqimi. Një dit mshilet, s'ka mu atë shqim. Tash s'ka as fabrik. Ja Rabbi, ja Allah.
Ja Rabbi, ja Allah. Ai që nuk falenderon pakën, as nuk falenderon as shumën. Ai që s'falenderon njerëzit, nuk falenderon as Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj o vllaznit e mi, ndëgjoni ajetet kuranore edhe fjalët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurajra radhiyallahu anhu, po thotë Abu Hurajra, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin, çdo ditë që qohet robin sabat, çdo ditë, yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani min as-sama'i. Bashk me to qohen edhe 2 melek prej qiellit vinë. Njëni prej tyre thot: Allahumma ati munfiqan khalafa. Ja Allah, ai që po jep për i zat Zotit shtoja. Ai tjetri thot: Allahumma ati mumsikan talafa. Ja Allah, ai që po rudh nuk po jep kputja bereqetit. A na ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam jami ummatul baraka, ummet i bereqetit. Ka bo dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: Allahumma barik li ummeti. O Zoti madh, shtoja bereqetin ummetit. Allahi ne i ka dhonë bereqetin, por po e keq përdorim ja Rabbena bereqetit. Po e keq përdorim. Vreni bukët në për ushqime, në për restorante kur hajmë. E pash njerin prej tulit bukës në nxorri një ditë në restorant, i fshini buzët që ju kanë bo me qorbe, me shka i ka bo, i fshini me bukë, edhe duart pak ka i ka bo, edhe bukës ja boni kështu. Ka thonë pejgamberi Aishës radiallahu anha, gruas vetë, nonës tonë: ja Aisha, urdhnoja Resul Allah, dari ni'am Allah, e i hafidhi aleha, dari ni'am Allah, fa innaha qallet idha kharajat min bejtin thumma adet i lehi. Oj Aisha, ruj nimetet e Zotit, se po që se dalin nga shtëpia, nuk kthehen do të ma. Ruj nimetet e Zotit. Po pak është kjo s'qën pesh, jo çdo gjatë e na çon pesh. Abdes kur të marish, jo me lëshu e banjo 10 litra për një abdes. Jo, për një abdes në të shkoje 1 litër. Na jemi ummetul khair, ummeti khairit. Na nuk jemi ummeti sherrit. Në hadithin tjetër, që transmeton Muslimi an Abu Hurajra, thot: ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma naqasa malun min sadaqa. Që jepish sadak, lëmosh, malli nuk soset, nuk nëkson, nuk bahet, nuk mbaron. Një. Wa ma zada Allahu abdan anfaqa illa izza. Një rob që jep për i zat Zotit, i shtohet vetëm krenaria, bëhet krenar. Dhe e treta, wa man tawada'a lillah, ai që është modest për i zat Zotit, i don tjerit, nuk o mendem dhaj, galoman, me qibër, i do këtë që po hec ku me ditë qësh, ai që është modest para të tjerve, Allahu e ngren të ai dhe e don. Dhe në hadithin tjetër, transmeton Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, prej Imam Ahmedit, thot: iyakum wa shuhha, vinjamenden, rujuni të mërqëllëkut, kooperacis, vetë mlef. Runu prej kësaj, fa innehu ahlaka man kana qablakum, të mërqëllëku kooperacia, prej Beni Israilve para jush i ka pas shkatru, e para, i ka urdhnu shejtani mu bo kooperaca, edhe janë ba. E dyta, i ka urdhrua me u këput farefisin me zveti, një as vlla, as motër, as djalmigja, as daj, as teza, as kusherit. I ka thonë këput në farefisnin, edhe kanë këput. Dhe e treta, i ka urdhnu shejtani, ban një mëkate gjunahe dhe kanë ba, për sebeb këto 3 gjanave, kooperacis, këputjes farefisnis, edhe gjunaheve që kanë ba, Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka shkatrua. Na kështu zbanë me ba. Na apim,
Na japim, ndihmojmë, 1, na lidhem me farefisni, 2, edhe na i ikim gjunaheve të mëdha e të vogla të Rabbi që s'u popshtojmë pa do Allahi na i falt. Kjo është ymeti jon. Transmeton Imam Ahmedi عن المقداد ابن معد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم e kam dëgju tha pejgamberin alayhi salatu wassalam ma mala ibn adama wi'an sharran min batni, njeri s'mbush kur gjë tjetër më të keqe, insani nuk mbush as gjë më të keqe se barkun e vet që mundet me e mbush. E barku i ti po thot duhet më umbush, ukulatun yuqimna sulba, haje aq sa ka nevoj trupi. Haje, jo me bon tamah që thojmë na këtu, tamah, s'ka komratash, në to, on to pagua i qetri. Bjere, qite, mi thonë, ha dhe pak, mës më ngucni tash. Mës më ngucni, pse? Jem ba tha të panë, s'pa mujë ma shumë. Shka ke bon? Shka ke bon? S'ka kazan, ma të keq, se që mush njeri u barkun e vetë. Pra nej, me hangër sa ka nevoj, po thot, fa in kane failen la me hale, që duhet me hangër, fa thuluthun li taami, le të haje 1/3 e hajes në taket ushqim, 1/3 e barkut ti, 1/3 për pije që i duhet me pi, dhe 1/3 për frimarjen e ti. A ke pata që hanë shumë, mës mund se së njem ka marë frim, për shka ki i breburat kanë frim, shka, mës më folni. Ashtu vetëm kafsha, hajvanati, që hane frihën, mës më rami kopën, plasën, cofën e shkon. Allah i na pështoft prej këtij lloj barkut. Prandaj musliman të nderuar, e kemi fjalën sot si të ruajmë ekonominë. A dini sa vujnë popujt në përbot? Na po i shohim çto vende vetëm ku po paraqitet lufta, si për shembull në Mali tash, Siria akoma pa u stabilizuar, u kall flaka në Mali. Mali është një shtet në Afrikën e Mesme, nër Algjerit. Është me 15 milione kusur musliman. Mirë, po, e dim halin e umetit Muhammed shën bon 2 parti, 3 parti, 12-13 parti, sikur na çështu. Se cila parti shuj ofendon njëna tjetrën. Edhe subhanallah dushman të dinit islam e të muslimanëve me një rendi marin sulm, që në Mali kanë intervenua me një herë prej kombëve të bashkuara, kurse në Siri akoma janë duke u lujtur lojnet që muslimant edhe pak letë shkatrohen prej qeverisë alevive, Allah i shkatroft ata ja Rabbel Alemin. E sa ka nevoj në Myanmar, në Burma, në Somali, në Irak, në Afganistan, në shtetet tjera të Afrikës, vallahi o vllaznit e mi, kanë nevoj për pikën e ujit. Uj ka nevoj. Prandaj, o vllazën, po ju thamë, nëse s'mundim as një sent me ndërmarrë dhe me ba, kursene, reduktone ushqimin. Ju thamë çdo herë, fitone dinarin, kursene, mos e harxhoni pa nevoj, ani që ju duket pash, po e s'po harxhojmë bre hoxh na çevin ti që shpo na thosh na edhe kafe mos me pi. Bile disa si ekstrema pak, edhe pa edukat normal. Ti dohan s'po na losh me pi. Edhe raki, kur të na thuash ti do një ditë edhe buk mos hani. A çështu dinin ti e ke kuptua? A kështu hoxhën e more vesh që të thotë një hera? A kështu na kuptuat? Apo e shihni rinin sa të re? Gjithë ditë rinë celulara mas majmunlëqeve, gjithë ditën të gjithë e ka. Kret lekjen ato. E gjithë ditën këne ata, sa i vogël 5-16 vjetë, i pa kujdesshëm, i pa përcjellur as nga prindet e ti, as nga matmajt e ti, cigaren dhezën, 4-15 vjetë, këne celularin veshën e cigaren dhezër, shka peshe vetin ai, shka o të bon, shka o të pa vetin o të bo dishka, o është emancipu, është ngritur, është bo dikushi. Jo vallahi, është mashtru prej shokëve të këqi, prej dohanit ka kalu në drogë,
edhe prej drogës e dini të gjithë çka po ndodh. Allah e rujt këtë popullin ton, ja Rabbel Alamin. O vllaznit e mi, keni kujdes. Shumë të keni kujdes prej këtyre gjërave, Allahu le të jetë i kënaqur prej neve. Në Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala po thot innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Ata që shpenzojnë pa nevojë, janë vëllezrit e shejtanëve, e shejtani i ka bën kufër Allahut subhanahu wa ta'ala. E unë për fund të kësaj fjalës po ju kallëzoj një rast shumë të çuditshëm. Unë kur isha në Damask viteve 75-80, shkollën e mesme e kam bën në Damask. Kemi hi me një restorant me hangër si nxënësa, na kishim pak pare kishim, s'kishim ndihma me paret që na përcjellshin prindët dhe vëllezrit. Kemi hi me një restorant me hangër drekën, restorant popullor, jo kësi restoranta që janë me hangër një fije kërgjan 10-15 euro që ti merë për një gotuj ta merë 1 euro e gjysë. Jo, restorant popullor, që me 2 euro, sot 1 euro e gjysë, 3 euro, i ki tamam. Na kemi hi me hangër buk, kanë ardhur disa prej qeterkahit, prej muslimanëve të arabëve, po hanë buke e kanë mush për para sofrën me qyfte, me mishnat pjekune, me aniknina kanë mush. Na peshohim që ata sën pe i hanë. Po na sën fjablipim ne një neve t'i hanë. A na peshohim që ata sën pe i hanë. E po kalojnë maca ati parni, a i po mërë klap mishin pjau qëtë macave, klap qyftet pjau qëtë macave. Na këne kishim në këson hajën e mishit. Kjo është një qëdi insan që ka mujnë me ban. Allah i në bon fëtërbije në edukoft, inshallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. O vllazën thoni astaghfirullah për çdo vepër të ligë që kemi bën, edhe më një herë filloni që ta dini rrezitjen dhe kursimin në familjet e juaja dhe në jetën e juaj. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vllazën musliman, edukata në familje është shumë e madhe. Edukata në familje është shumë e madhe. Baba dhe nona luajnë rol shumë të madh, baba dhe nona, kur din mi vunë gjërat në vendet e veta. Prandaj, kretë kush po i ndëgjoni këto fjalë, për cilni tek familjet e juaja, let jetë jeta jonë islame, sipas rregullave që kemi, sipas parimeve të fesë islame. Merrni me mend Resulullahi çush ka jetuar në jetën e vet, edhe çfarë kushte ka pas. Ashabët mas ti, ashabët shokët, të cilëve ju ka ardhur dynjaja. Ka ardhë khilafetlek, ju ka ardhë dynjaja para. Wallahi, Hazreti Umeri radiallahu anhu, djalit vet, Abdullah ibn Umerit, po i thët një dit po e shet të e hangër, mish të fërguar, mish të përgjitur, të fërguar. Edhe po i thët, djali jam, sot po i hajshë sot si musliman 2 gjëra, po qëfar kena ato 2 gjëra? Do thët edhe mishi edhe langu. Islami është sendi madhë. Islami nuk është para veti mushe pjatën të psin, të nxerën e ha. Islami ka regula. Wallahi, ja pëlqeva shumë këtë fjalë, ta përmendi prap në fund të hutbës Tayyip Erdoganin, Allah ja forcoft e ndihmoft me vllaznit e vet, e shpëtoft. Sa më shumë po thot të bëjmë pasuni, të kursejmë edhe më shumë. Jo të harxojmë më shumë. Për çka? Që ndihmojmë muslimanëve gjithkund më shumë. Allahu Gjelle Gjelalu edhe nebeve na bëft njerëz që kursejnë e na mundsoft me ndihmue gjithkund ku paraqitet nevoja prej vëllezërve tanë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون